Flamurit I gjen sot shqiptarët si asnjëherë tjetër. Flamuri ynë kombëtar në këtë 28 nëntor vjen krenar dhe madhështor, I pastër, ashtu siç ka lindur. Pa ngarkesa dhe simbole të huaja komuniste, prandaj ka rëndësi. Ky 100 vjetor sepse flamuri shqiptar me shqiponjën 2 krenare valvitet ashtu siç ka lindur. Flamuri I kastriotëve, flamuri Abdyl Frashërit, flamuri Ismail Qemalit, flamuri kombëtar I pastër ashtu siç e donte shërbestari I Shqipërisë Mitat Frashëri. Ky flamur shkab na qëndron sot para syve I gjallë se e gjallë ka qëndruar Shqipëria në zemrat tona. I fort sepse të fort kanë qëndruar shqiptarët në male, në halle dhe ndër shekuj. Ky flamur I valvitur në përstuhit e kohës, I ngjyrë me gjak të kulluar shqiptarësh, që ka dalë nga plag luftrash, I ngjyrë me gjak nga tregime historike, që është dhuratë prej dëshmorësh fisnik të kombit shqiptar. Ky flamur hi e rënd vjen në ditë të mira për të na kujtuar hi e robëri, tregon ditë të errta për të na skalitur shenjtërinë e lirisë. Shqipet e vogla që ecin mbi shesh gjaku shekullor, me qeleshen e bardhë në kokë, me armët fisnike në krah, krijojnë flamujt e vegjël, flamujt që nuk I djeg flaka, që nuk I përpin varri, sepse ata që bien te pragu I kufrinëve të këtij kombi, I kanë falur jetën këtij flamuri që mbledh frymë shqipesh dhe frymën e pashuar të shkabës. 2 krenat e shqiponjës shikojnë rrept nga jugu, shikojnë thellë nga veriu, sepse rënkojnë bijtë e Bajramcurit, sepse kërcënojnë djemtë e Negovanit, Themistokli Gërmenjit, djemtë e Çerçis Topullit, djemtë e Salibutkës dhe shërbestarët e Shqipërisë së Mitat Frashërit. Shikoni shkabën, vakofin Shqipëri ku kanë ligjëruar poetët Naimi, Fishta e Çajubi. Shikoni shkabën të vendosur mbi varrezat e dëshmorëve ku ruhet gjaku, fuqi I martirëve të gjallë. Dëshmorët. Sa herë kjo fjalë shqiptohet e thuhet, përdoret prej njerëzish që nuk ja peshojnë kuptimin. Sa herë del kjo fjalë nga buzë tregtarësh, sa herë është përtypur në gojë tradhtarësh, sa herë ju hidhet mbulesa gënjeshtrave politike, sa herë kalon përmbi turmat e mpita, si një zë fare I zakonshëm, pa zgjuar asnjë dridhje shpirti. E megjithatë, dëshmorët e flamurit durojnë në heshtje, atje tek balta që ju ha eshtrat dhe u I zi. Gjithsesi, ata nuk fyhen dhe as nuk zemërohen. Turmat e habitura vinë dhe shkojnë, tregtarët thithin dhe mbushen, tradhtarët shtypin dhe shtypin, dhe dëshmorët qëndrojnë, gjithnjë në heshtje, si monument që se prish koha dhe me ballë të kthyer nga agimet e pritura. Plagët e tyre hapen si goje kuqe që ju flasin brezave të rinj, jo me tinguj të gënjeshtër, por me gjak të zemrës. Besoni se këtej është udha. Brezat vinë dhe shkojnë, disa drejt dhe disa shtrembët, ca të fort dhe ca të dobët, por dëshmorët e flamurit nuk përgjunjen dhe me plagët e kuqe vazhdojnë gjithmonë të na thonë, këtej është udha juaj. Dhe janë sot në këtë 100 vjetor o dëshmorë të flamurit, o dëshmorë të ballit kombëtar, sot po ju përgjigjemi, këtej është udha jonë. Nderim për jetë dëshmorëve që derdhën gjakun dhe dhanë jetën e tyre për flamur dhe kombin shqiptar. Një shekull luftë për trojet etnike të lara me gjak shqiptarësh. Bashkimi I trojeve shqiptare dhe pavarësia e kombit ishte qëllimi I madh I shqiptarëve, që nga beslidhja e Lezhës, kur një nga luftëtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Korifeu, heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, u vu në krye të beslidhjes arbrore, në krye të një ushtrie të përbashkët shqiptare në trojet etnik, gjë që shënoi edhe hapin e parë të bashkimit politik të tokave shqiptare në një shtet të përqendruar që kulmon në kohën e mesjetës. Më pas përpjekja e bashkimit shqiptar do të vijonte me frymën kombëtare të lidhjes së Prizrenit, si lëvizja e parë dhe më e madhe e organizuar politikisht, administrativisht dhe ushtarakisht për të ruajtur Shqipërinë nga coptimi I të huajve. Do të ishte pikërisht babai I Mitat Frashërit, Abdyl Frashëri, kryetari I lidhjes Prizrenit më 10 qershor 1878, I cili u hodhi idenë e bashkimit të 4 vilajeteve shqiptare. Ismail Qemali, ky burr kombi dhe diplomati I mençur e I kulturuar, gjeti çastin e duhur dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Luftrat për liri I kishin vonuar Shqipërisë atë që kombet e tjera e kishin arritur 900 vjet më parë. Zgjuarësia e Ismail Qemalit, kësaj figure që nuk u anatemua kurrë, bëri që ky njeri të mbetej në histori si themeluesi I shtetit të parë shqiptar.
Kjo ngjarje hapi rrugën e zhvillimit politik, ekonomik dhe kulturor të vendit. Ismail Bey Vlora thoshte se pavarësia kombëtare është e drejta legjitime e çdo populli. Ai udhtoi drejt qytetit të lindjes, Vlorës së ditë dashur, në shoqërinë e adhetarëve të shquar Luiq Gurakuqit, Pandeli Calit, Kristo Meksit, Dimitër Beratit, Qazim Kurtit, Abdi Toptanit, Refik Toptanit e të tjerë, plaku i mençur i Vlorës u prit nga gjithë paria e Vlorës, e Kaninës, Labëria dhe nga gjithë Shqipëria, Kosova dhe Çamëria. Më 28 nëntor të vitit 1912, po atë ditë të vitit 1443, kur Skënderbeu ngriti flamurin në kështjellën e Krujës, Ismail Qemali, ky burr patriote i mençur, me flamurin e qëndisur nga duart e zonjave të Vlorës, shpalli pavarësinë kombëtare. I ngarkuar nga Asambleja Kombëtare, Ismail Qemali i themeloi qeverinë e Vlorës, me gjithë përfshirje, personalitete dhe adhetar nga të gjitha trojet shqiptare, Kosova dhe Çamëria, ashtu si kurse vendosi në qeverinë e shtetin e parë shqiptar, përfaqësues të tre feve, musliman, katolik e ortodoks. Për herë të parë në historinë kombëtare nuk u bën dallime krahinore. Akti i pavarësisë së Shqipërisë u nënshkrua nga 40 firmëtar, por ajo që duhet theksuar nëpërmjet këtyre burrave ishte edhe shërbestari i Shqipërisë, Mitat Abdyl Frashëri. Ai do të merrte pjesë në përgatitjen e shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor të vitit 1912, si delegati propozuar nga tre krahina, Kosova, Elbasani dhe Përmeti. Më pas, ai mori edhe përgjegjësinë si ministër i punëve botërore në qeverinë e Ismail Qemalit e të shtetit të parë shqiptar. Janë dy kohë më të rëndësishmet në historinë e Shqipërisë, njëra e Abdyl Frashërit dhe tjetra e të birit Mitat Frashërit. Ato i bashkonte kombi shqiptar, bashkimi i 4 vilajeteve dhe Shqipëria etnike. Mëvetësia e Shqipërisë etnike udhëhoqi Mitat Frashërin, i cili u lind me frymën kombëtare të lidhjes së Prizrenit e u mbush me idealet adhetare që do ta bënin të zellshëm e të shquar në qarqet patriotike të asaj kohe. Mitat Frashëri do të kryesonte disa delegacione shqiptare në Paris, Lozan, Gjenevë e tjerë, duke u shndruar në një shtyllë të fuqishme për çështjen tonë kombëtare. Oratoria e rrallë dhe frëngjishtja ekselente do të bënin që kancelaritë europiane të dëgjonin me vëmendjen e duhur këtë diplomat dhe shqiptar të shquar. Gjithë kjo veprimtari kombëtare bëri që në vitet 1923-1926 shteti shqiptar ta emëronte Mitat Frashërin në funksionin e ministrit fuqiplot në Athinë. Periudha si ministër fuqiplot në shtetin helen ka koinciduar me dhunën e pashembull të Athinës ndaj banorëve shqiptar të Çamërisë. Këtë dhunë shqiptari i madh u përpoq ta ndalte me të gjitha mjetet, duke zbutur kështu në një farë mënyre plagët e shqiptarëve në viset e Çamërisë. Për këtë, ministri fuqiplot i Shqipërisë i ka paraqitur mbi 200 nota proteste qeverisë greke. Në këtë funksion kaq të rëndësishëm, Mitat Frashëri do të shpaloste idetë e tij adhetare, ëndrrën e madhe të gjithë patriotëve shqiptar, se pa Kosovë dhe Çamëri nuk ka Shqipëri. Korrespondenca më e madhe e ruajtur dhe administruar tregon shpirtin e madh të këtij adhetari ndaj kulturës dhe çështjes shqiptare, për të mos dëmtuar asnjë vlerë dokumentare dhe kombëtare. Ai la testamentin e tij më 4 mars të vitit 1929 për krijimin e një instituti albanologjie, që të jetë një qendër e studimeve shqiptare, të mbrojë, të zhvillojë, të qëndrësojë dhe të udhëheqë një studim që t'i përkas Shqipërisë dhe shqiptarëve, e që dëshirojmë të ruhet pranë këtij instituti. Mendimi i madh përparimtar i Bashkimit të Kombit dhe nevoja për të mbrojtur trojet shqiptare e udhëhoqi themeluesin e ballit kombëtar Mitat Abdyl Frashërin, pinjollin e rilinazve të shquar Frashërli, që t'i jepte përmbajtje luftrave të Skënderbeut, të vazhdonte amanetin e babait të tij për bashkimin e 4 vilajeteve të lidhjes kombëtare të Prizrenit, të bënte përpjekjet e tij të hershme dhe të bëhej udhërfyesi i etërve të gjakut e të mendjes së shpirtit të tij. Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia në prill të vitit 1939, Mitat Frashëri shkundi nervat dhe bashkoi patriot të rinj dhe të vjetër, profesor, nxënës, intelektual, adhetar dhe patriot, dhe ideoi nacionalizmën e parë shqiptare. Ky front do të mblidhte në gjirin e vet ajkën e patriotizmit, adhetarët dhe inteligjencën shqiptare, përcaktoi lidhjen gjenetike me familjen e Frashërlinjve. Kjo përbërje u quajt Organizata Balli Kombëtar. Ishte nevojshme dhe domosdoshme që në Shqipëri të krijojë një klasë njerëzish të interesuar për jetën e mëmëdheut. Duhej që këta shqiptarë të vinin në shërbim gjithë aktivitetin moral dhe intelektual të tyre për mbrojtjen, bashkimin dhe lartësimin e Shqipërisë etnike. Ishte e natyrshme që në hapat e parë të saj Organizata Balli Kombëtar të kujdesej për çdo send që kishte të bënte me shqiptarizmën, me kombin, të zgjonte rrënjët më të thella në shpirtin e njerëzve,
ndjenjën e patriotizmës. Nacionalizma vinte si virtyt i besës kombëtare nga beslidhja e lezhës. Nacionalizma dhe patriotizma shqiptare vinte me një kuptim, kishte një qëllim, sepse u krijua nga fryma kombëtare e lidhjes së Prizrenit. Shqipëria e 4 vilajeteve nuk qe një shprehje gjeografike, por një komb i dalluar me tokë, gjuhë dhe histori. Natyrisht që Shqipëria ishte dhe duhet të bëhet komb. Nacionalizma shqiptare ka për detyrë të ruajë të vlerësojë trashëgimet e gjyshërve e të parëve tanë, duke lënë si trashëgimi për breza që vijnë një gjendje sa më të mirë dhe më të përparuar. Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia në prill të vitit 1939, kur doli termi nacionalizma shqiptare, nuk është se u pranua pa një diskutim të gjatë dhe të kujdesshëm. Pati disa individ që e kundërshtuan, duke u bërë viktima të kuptimit të keq të fjalës nacionalizëm. Në bisedimet që janë zhvilluar në atë kohë, disa prej miqve të ballit kombëtar bën një arsyetim të tillë, se fjala nacionalizëm a mos na zgjon vallë grindje dhe mosmarrveshje në Shqipëri? U desh gjykimi i disa miqve të ballit kombëtar për të ndarë këtë çështje, duke pranuar se grindja dhe mosmarrveshjet vinin nga mungesa e nacionalizmës shqiptare dhe nuk mund të vinin kurrë nga ekzistenca e saj. Pas shumë shoshitjesh, u pranua se nacionalizma e një populli të vogël si yni nuk mund të ishte veçse një vetëm mbrojtje dhe nuk kishte tjetër qëllim, por përpjekjet e kombit ton për paqe, për rregull, për disiplinë, për qetësi brenda dhe miqësi jashtë. Padyshim që fjala dhe për ballin kombëtar nuk mund të merrte kuptimin e një krahine apo komune. Për ne ajo fjalë nuk mund të përfshinte vendlindjen e ngushtë, por tërësinë e të gjitha tokave shqiptare, pa marrë në konsiderat kufijt administrativ ose kufijt politik të sotëm. Kështu u themelua parimi i përgjithësisë së shqiptarizmit, e cila impononte detyrën për kujdesimin e kufijve etnik të Shqipërisë. Ky pra ka qenë parimi themelor i ballit kombëtar, që të mblidhte copat shqiptare në një trup të vetëm dhe t'i afronte shqiptarët me njëri tjetrin. Ne pra kemi qenë ata shqiptarë të cilët kemi kërkuar miqësi dhe mirëkuptim nga kufitarët. Balli kombëtar nuk pretendonte të ishte themelonjës si patriotizmës shqiptare, por kishte bindjen se duhet të bëhej rregullatori dhe organizatori i përpjekjeve patriotike. Në të vërtetë balli kombëtar lindi nga kjo nevojë dhe ngarkonte veten me këtë detyrë. Kështu që këto parime duhet konsideroheshin si kusht dhe mjete për mbrojtjen e kombit. Rrojtja nuk mund të thuhet se ka vlerë, nëse nuk manifestohet në mundësitë njerëzore, qytetrimi dhe morali. Pra lufta që fillonte e detyronte ballin kombëtar të mendonte për kushtet dhe për situatën e ardhshme. Këtë nacionalizëm të drejtë rroku balli kombëtar, nga i biri i Abdyl Frashërit, Mithat Frashëri. Trakti i parë i hedhur nga fronti i rezistencës në ditët e fundit të prillit 1939, i cili titullohej Nacionalizma shqiptare, ishte edhe akti i themelimit të organizatës Balli Kombëtar, i cili fakton qartë se Balli Kombëtar ishte partia e parë me këtë vizion që mbetet aktuale dhe sot, me lartësimin e bashkimin e Shqipërisë etnike. Mithat Frashëri, ky atletar i shquar, do të ideonte me mendjen e tij nacionalizmën e parë shqiptare. Organizata Balli Kombëtar, ja 8 pikat e saj të cilat janë aktuale edhe sot. Në këtë kohë të sotme, kaq me rëndësi të madhe duhet që edhe shqiptarët të ndjejnë me ndërgjegje të thellë përgjegjësinë e tyre. Bota ne mban gjendet në flak. Ne nuk mundemi të rrim indiferent. Nacionalizma shqiptare ngre zërin dhe ky zë duhet tingëllojë në zemër të çdo shqiptari. Themi të çdo shqiptari se nacionalizma jon nuk është një parti, nuk është as edhe një grup, është grumbulli i madh i të gjithë kombit shqiptar. Është lidhja e të racës shqiptare, e krejt populli që flet gjuhën shqipe. Kjo racë, ky komb, ky popull, e ndjen veten e tij vëlla dhe të pandarë prej shoku-shokut, dhe ka një të vetëm qëllim. Ky qëllim është të ketë një Shqipëri të lirë dhe independente, të sigurojë një Shqipëri të përparuar, të zonjën për të jetuar, të nderuar e të vllazëruar, të ruaj kufijin e saj etnik, të mbështjellë në një adet djemtë e saj, të jenë gati djemtë e këtij kombi për çdo sakrificë për të arritur qëllimin e përbashkët. Për të arritur këtë qëllim, duhet që të gjithë shpresën ta kemi më përpara tek vetja jonë. Veten ton duhet ta shpëtojmë ne vetë, me sakrificat tona, me përpjekjen ton, me vullnetin ton, me dëshirën ton, dhe Zoti ka për të na ndihmuar. Nacionalizma shqiptare dëshiron që me kombet dhe shtetet fqin të ketë marrëdhënie miqësore, të rrojë në harmoni me ta. Kjo miqësi lypse të jetë e themeluar mbi respektin e të drejtave të të dy palëve. Nacionalizma shqiptare nuk qëllon t'i bëjë keq kurkujt, por edhe don që askush të mos i bëjë keq kombit shqiptar, do që të mbrojë vetveten. Nacionalizma shqiptare nuk bën asnjë luftim ideologjik. Parimet e saj janë patriotike dhe mundohet ta shtojë ta forcojë këtë patriotizëm. Sot, edhe vendi në të cilin ideologjia ka gjetur një zbatim, edhe ai vend po synon për kombësi dhe për atë.
Prandaj dhe nacionalizma shqiptare i këshillon krejt popullit ton të lërë mënjan ideologjirat dhe të përpiqet vetëm për Shqipërinë, rreth flamurit të Skënderbeut, me patriotizëm të patundur. Ky është qëllimi i shenjtë i nacionalizmit shqiptare. Ky është dhe ky ka për të qenë edhe nesër dhe gjithmonë. Kjo udhë duhet ndjekur me entuziazëm e me energji, se për këtë kanë punuar, janë munduar dhe kanë shkrirë veten e tyre ata që na lanë këtë amanet, këtë tokë. Për të ndjekur këtë rrugë, sot po japim besën shqiptare. Shqipëri, prill 1939. Me krijimin e partisë kriminale komuniste më 8 nëntor të vitit 1941, për të mos u gënjur shqiptarët, Mitat Frashëri shpalli programin politik dhe ekonomik. Dekalogu i ballit kombëtar, gusht 1942. Duke i ofruar shqiptarëve alternativën më të denjë dhe më kombëtare në shërbim të kombit shqiptar. Po të njëjtat ide të nacionalizmit shqiptare u përcollën tek dekalogu i ballit kombëtar. Mitat Frashëri me penën e tij do të rendiste këto radhë. Dekalogu, programi i ballit kombëtar. Luftojmë për flamurin kuqezi, për mbrojtjen e të drejtave të popullit shqiptar. Luftojmë për një Shqipëri të lirë, etnike, demokratike me bazë shoqërore moderne. Luftojmë për një Shqipëri ku do të mbretërojë liria e fjalës dhe e mendimit. Luftojmë për një Shqipëri të rregullueme ekonomikisht dhe shoqërisht, në mënyrë që të mos ketë shfrytëzues e të shfrytëzuar. Domethënë, të mos ketë njerëz që jetojnë në kurrizë të tjerëve, mos të ketë buq pa tokë, të vetën e të mjaftueshme, punëtor krahu dhe mendje pa banesë dhe jetë të sigurueme. Pra një Shqipëri të rregullueme me një sistem ekonomik rrënjësisht të reformuar, sipas shpirtit dhe nevojave të popullit shqiptar. Luftojmë për një Shqipëri ku do të zbulohen, do të përkrahen dhe do të rriten vlerat e fshehura në çdo shtëpi të popullit me anë të shkollës shqiptare. Luftojmë për një Shqipëri ku do të çmohen drejtësisht të gjitha vlerat, pa dallim moshe, krahine, besimi apo klase. Luftojmë për të formuar një Shqipëri të drejtuar nga njerëz të pakomprometuar, nga shqiptarë që nuk janë kursyer në çdo kohë e në çdo rrethan, për shpëtimin dhe të mirën e këtij vendi, prej burrash punëtor, të aftë të ndershëm. Luftojmë për një Shqipëri që të dënojë pa mëshirë dhe në mënyrë shembullore antipatriotët, tradhtarët, të shiturit, ngatrestarët, spekulluesit, spionët, për një Shqipëri ku nuk do të kenë vend dallkaukët, servilët dhe të gjithë ata që pengojnë zhvillimin dhe përparimin e Shqipërisë së rilindur. Luftojmë për të harmonizuar dhe bashkuar energjitë e kombit, për të gatuar bashkimin mendor dhe shpirtëror të gjithë shqiptarëve. Luftojmë për mobilizimin e të gjithë fuqive të gjalla të kombit, kundra pushtuesit, për realizimin e idealit të lartë kombëtar, Shqipëria e shqiptarëve. Si nacionalizma shqiptare, ashtu edhe dekalogu përcaktuan dhe përbënin veprim për krejt nacionalizmin shqiptar. Ky ishte rruga që duhet të ndiqnin të gjithë shqiptarët dhe krejt kombi shqiptar. Gjatë kësaj kohe kemi parë dhe lexuar shtypin e ballit kombëtar duke lulëzuar me parime të shëndosha kombëtare në kohët e frikës. Për këtë arsye, deri në vitin 1943 dëgjohej vetëm pushka dhe pena e ballit kombëtar. Ky nacionalizëm u shfaq si marrëdhënie vëllezërish me të gjithë shqiptarët. Kujdesi vllazëror e ka shtyr ballin kombëtar që të mos e konsiderojë si armik asnjë shqiptar që mundet të zhvillojë një shërbim kombit të tij, por të shtrijë dorën e bashkëpunimit. Me përjashtim të atyre që ishin shfaqur haptas si shërbëtor të armikut dhe zhvillonin një aktivitet krejt antikombëtar, balli kombëtar kishte parimin që ta afronte dhe vllazëronte të gjithë shqiptarët. Por jo të gjithë shqiptarët do të ishin të orientuar kombëtarisht. Fryma vllazërore e Mitat Frashërit i shtriu dorën edhe kriminalëve komunistë shqiptar. Në Mukje nga 1 deri më 3 gusht 1943. Mukja u quajt atëherë si momenti kyç i bashkimit të shqiptarëve. Balli kombëtar bëri tentativë të bisedojë dhe të arrijë në një marrëveshje midis shqiptarëve, të edukonte shpirtrat e zinj të komunistëve, të paktën t'i edukonte dhe t'i civilizonte, t'i zbuste kriminalët komunistë, të paktën të mos bëheshin element të rrezikshëm siç ata u bën. Shqiptarët nuk kanë nevojë t'ju shpjegojmë se si komunistët e tradhtuan marrëveshjen e Mukjes më datën 9 shtator 1943 në labinot të Elbasanit. Sot flasim faktet, dokumenta të shumta të vendit dhe të huaja, mbi tradhtinë e kësaj marrëveshje dhe më pas fillimin e luftës vllavrasje në Shqipëri nga komunistët shqiptar në bashkëpunim me ata jugoslav. Komunistat e kishin marrë haptas qëndrimin e tyre armiqësor kundra nacionalizmit të kulluar shqiptar dhe nuk i fshinin as pak përpjekjet e tyre për të çfarosur çdo ndjenjë shqiptare dhe për të arritur qëllimin e tyre shkatrimin e truallit shqiptar, që Shqipëria të bëhej vasale shteteve slave. Këtë fat e parashkruan komunistët. Qetat nacionaliste të Hysni Lepenicës, Safet Butkës, Abaz Ermenjit, Skënder Muços, Abdullah Allarupit, Tofik Sfirit,
Ismail Golemit, si dhe qetat e tjera të Kavajës, Shkodrës, Kraparit, Lushnjës, Mallakastrës, Beratit, Kuçovës, Fierit, Elbasanit, Korçës, Durrësit dhe deri në Malësi të Madhe, shfaqën asaj kohe jo vetëm trimërinë dhe guximin atletar, por edhe vizionin e tyre perëndimor, të cilit i përkisnin. Vllavrasja, mëndzyra e pafalshme e komunizmit filloi me dorën e hekurt, pa besim duke vrarë, prerë, pushkatuar dhe kryer çdo atentat gjakësor mbi ballistët shqiptar. Ata e filluan nga Devolli më 9 shtator të vitit 1943, duke vrarë Ziagashin, Hadi Kasimatin, me 6 nacionalistë të tjerë, duke ju prerë kokat dhe duke i gjuajtur si top futbolli kokat e shqiptarëve. Ishte radha e Gjirokastrës, mbi krimet barbare të kriminalëve komunistë. U tradhtua çeta e Hysni Lepenicës, duke vrarë 36 komandant çetash. Vran me atentat sekretarin e rinisë së ballit kombëtar Haziz Shara, masakruan në Matjan të Lushnjës 67 ballistë. Kriminalët komunistë vran sërish në Gjirokastër 12 shqiptar të pafajshëm. Sërish në Korçë, vrasin Baba Zylfon, Sabri Panaritin dhe masakrojnë 8 ballistë të tjerë. Në Kavaj kapën 2 djelmosha, Besnik Çanon dhe Qeramudin Sulon, dhe i ekzekutojnë pas 2 javësh. Ekzekutojnë në mënyrën më barbare Bexhet dhe Xhevdet Bulgarecin, duke ju këputur edhe organet seksuale që këta shqiptar të mos krijonin familjet e tyre. Në Tiranë vrasin Aziz Çamin. E pra të gjithë këta ishin shqiptar, por tragjedia vllavrase arrin kulmin e saj në përrojën e Shipskës. Në Voskopoj të Korçës zbulohet krimi i radhës, ku fomat e shqiptarëve arrin në 185 vet. Gjetur pas 3 muajsh të masakruar barbarisht, prerë krah, kokë, këmbë, të cilët ishin nga qytetet Vlorë, Berat, Korçë e të tjerë. Në Tiranë më 14 nëntor 1944, në hotel Bristol, sot muzeu kombëtar, vrasin 14 vet. Këto janë disa nga statistikat të cilat tashmë janë të dokumentuara, por nga arshivat tona mund të themi me siguri se janë 4.000 deri në 6.000 shqiptar. Këto krime barbare kanë kryer komunistët në luftën vllavrase ndaj vëllezërve të tyre shqiptar në vitet 1943-1944. Ishin me dhjetra burra nacionalistë, që duke mos duruar dot gjakderdhjen e shqiptarëve u larguan për të vazhduar luftën dhe punën e tyre në mërgim kundër ideologjisë komuniste. Por eshtrat e tyre treten akoma në dhe të huaj. Dëshmorët e ballit kombëtar janë me qindra e me mira, duke rënë për çështjen kombëtare. Mbas pushtimit të Shqipërisë nga komunistët, sërish vazhduan të merrnin udhë pushkatimet, vrasjet, burgosjet, internimet dhe dëbimet për 50 vjet, ndaj kësaj shtrese më fisnike të kombit shqiptar. Është faktuar tashmë se për mbrojtjen e kauzës kombëtare në trevat etnike u vranë mbi 70.000 shqiptar, ndërsa pas viteve 1950 u dëbuan nga trevat shqiptare nga Kosova mbi 360.000 shqiptar. Nderim dhe respekt të gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Regjimi kriminal komunist që arriti të hedhë rrënjët e tij në Shqipëri fal ndihmës së emisarëve jugosllav bëri një luftë e egër për 50 vjet me radhë duke pushkatuar, burgosur, por ajo që ishte më e poshtër dhe më e padrejta, kriminalët komunistë me të marrë pushtetin e bën historinë harbuçe. Hodhën balt padrejtësisht mbi të gjithë nacionalistët, patriotët, atletarët, ballistët më të vendosur dhe familjet e tyre që luftuan për këtë flamur dhe për bashkimin e kombit shqiptar. Edhe në mërgim, shqiptari i madh Mitat Abdyl Frashëri vazhdoi përpjekjet me të gjithë patriotët shqiptar. Për rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, ai krijoi Komitetin Kombëtar Demokrat Shqipëria e Lirë dhe u zgjodh president i parë i Shqipërisë në emigracion nga anglo-amerikanët. Ndiqni zërin e tij origjinal në intervistën dhënë për BBC-n. Miqtë e mi, po bëhet java që u lajmërua krijimi i Komitetit Shqipnia e Lirë. Ndoshta shumë dëgjues kur marrë vesh këtë lajm, pandehën se gjendeshin përpara një realizimi të papritur. Por ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në këta 4 vjetët e fundit, padyshim do të kishin marrë vesh se një farë aktiviteti ishte tu e zhvilluar për shqiptarëve që ndodheshin në mërgim. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi e aleatëve nga toka jonë detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit, jo për të larguar nga rreziku komunist, sa për të vazhduar veprimtarinë e tyre dhe për të mos prerë marrëdhëniet me fuqitë liberale të Oksidentit me të cilët kanë qenë në kontakt edhe në Shqipëri. Puna padyshim nuk ishte e lehtë. Shumë ide të gabueshme të përhapura gjatë luftës dhe sidomos nga fundi i saj
kishin nevojë që të ndreqeshin, edhe gjithë bota e di se sa gjë e vështirë është që të ndreqesh gabimet e pranuara si të vërteta. Sjellja e atyreve që zaptuan fuqinë dhe themeluan të ashtu quajturën qeveritë të Tiranës, sjellja e atyre fare çnjerëzore me vrasje, të paligjshme, me komedi gjyqi, ku nuk shihësh asnjë pikë drejtësi dhe pa shkuar shumë kohë atituda e fundusëve të Tiranës përkundrejt fuqive të mëdha demokratike të botës, kishin zgjuar në opinionin publik një urrejtje dhe një përbuzje kundrejt fajtorëve të këtyre veprave barbare. Edhe fatkeqësisht, më tepër se gjysma e botës nuk ishte në gjendje që të bëjë dallim midis popullit shqiptar të pafajshëm dhe atyreve që kishin zaptuar pushtetin me ndihmën e Rusisë. Duhesh pra në çdo mënyrë që të ndahësh prej popullit shqiptar edhe të thanuna qeveri e Tiranës. Ishte një detyrë që populli pafajshëm dhe viktim i një grusht njerëzish pa ndërgjegje të mos bëhesh uje me satelitët e Rusisë, të shpëtohesh nga urrejtja dhe nga përbuzja e botës së qytetëruar. Përveç kësaj, duhet theksuar që jo vetëm ky popull nuk ishte në ujërat e qeverisë kuislinge të Tiranës, por ishte viktime e veprimtarisë lagsore të tyre. Paralelisht me detyrën e parë, ndjehësh edhe më tepër akoma nevoja të dhënit në evidencë vuajtjet e parëfyshme të këtij populli të mirë, që jo vetëm i refuzohesh e drejta e rojtjes me burgime, me internime, me ekzekutime dhe me mbytje të mshehta në burgjet dhe në udhët e ngushta të ferave, por edhe gjë më e zezë akoma i përgatitësh një vdekje e gadalshme e çdo minutshme, duke i refuzuar buka e gojës, duke mos i dhënë ushqimin e duhur, duke i prerë çdo ndihmë ilaçesh dhe mjekësh. Me mira kalamaj janë bërë tuberkulozë dhe vdekjet janë trifishuar sipas dëshirës të atyreve që sundonin në godinat e bukura të Tiranës. Kuptohet vetiu se shpirtëzezët e Tiranës ndjenin një kënaqësi sa herë që shfrynin urrejtjen e tyre kundër njerëzve, jo vetëm të pafajshëm e të ndershëm, por edhe fisnikë dhe të dobishëm. Por njëkohësisht edhe bota e jashtme, bota e tyreve që nuk pranojshin as gjenetin e komunistëve, as edhe neofitizmën e satelitëve, ajo botë e gjallë filloi ca nga ca të ndjejë një mëshirë dhe një keqardhje për Shqipërinë, për këtë viktim të komunizmës. Nga ana tjetër, edhe të emigruarët jashtë mësonin, mund të themi shihnin me sytë e tyre se ky çdo ditë që kalonte sundusëve të Tiranës po u zhdukesh fuqia, po u pakësoheshin antarët dhe po u ndaheshin nga radhët e tyre. Ka dalë raca shqiptare, virtyt njerëzor, ajo racë që vuan, por që edhe ndjen, që ofshan, por edhe që shpreson dhe nuk haron, ajo racë themi zuri të shohë të vërtetën, të shohë rrezikun dhe fatkeqësinë në të cilën e hodhën matrabazët komunist, po i qelte sytë dhe po e mprehte vullnetin e saj, bashkë për të ndihmuar këtë zgjimin e popullit dhe për të shpejtuar forcimin e ndërgjegjjes së tij, është formuar Komiteti Shqipnia e Lirë. Vija e jonë do të jetë kurdoherë e drejtë. Programi ynë është të fitojë independencë dhe të sigurojë integritetin e vendit tënë. Duam që shqiptari të ketë shpirtin dhe mendjen gjithmonë për të mirën e Shqipërisë.
Do të përpiqemi të themi kundoherë fjalën e drejtë dhe të rrëfejmë udhën e mirë. Kjo është lutja e jonë ndaj Zotit të Madh dhe lutim që gjithë shqiptarët e vërtet të rrëfehen të denjë për të qenë shërbëtorët e Shqipërisë. Për të justifikuar luftën vllavrasje të viteve 1943-1944 për të cilën ishin shkaktarë të ndërgjegjshëm, kriminalët komunistë bën një propagandë të fuqishme kundër të gjithë kundërshtarëve të tyre politik, kundër ballit kombëtar, duke paraqitur këtë të fundit si tradhtar dhe bashkëpunëtor me të huajt. Por si qëndron e vërteta e luftës vllavrase, cilat ishin shkaqet e fillimit të saj, si u zhvillua dhe si përfundoi kjo luftë vllavrase. Një histori e vërtetë e Shqipërisë është shkruar nga profesori ynë i nderuar Abaz Ermenji. Studimi Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë, një apologji madhështore e kombësisë shqiptare. Abaz Ermenji, përveç se një profesor i nderuar e një adhetar i shquar, drejtoi edhe ballin kombëtar mbas rënies së regjimit komunist në Shqipëri, më 1992 deri në mars të vitit 2003, kur u nda nga jeta. Ai u arrestua nga italianët si një nga organizatorët e rinisë koçare në manifestimet e 28 nëntorit 1939 kundër pushimit fashist dhe internohet në ishullin e Ventotenës, prej ku lirohet në vitin 1941. Ai mori pjesë më pas edhe në organizimin e rezistencës së armatosur kundër pushtimit të huaj në zonën Skrapar-Berat dhe arrin ta mbajë Beratin të lirë prej italianëve. Ishte një nga organizatorët e ballit kombëtar dhe antar i Komitetit Qendror të tij. Pas pushtimit të Shqipërisë nga regjimi komunist, qëndron deri në fund të vitit 1946 për të mbajtur në këmbë rezistencën kundër kriminalëve komunistë. Por egërsia mbi familjet balliste vazhdoi me vrasjet, varjet, ekzekutimet, burgosjet, internimet dhe çdo gjë ishte e pamundur. Kjo ishte arsyeja që profesor Abaz Ermenji detyrohet largohet nga Adheu dhe të marrë rrugën e gjatë të mërgimit në fund të vitit 1946. Profesor Abaz Ermenji ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në përpjekjet për një Shqipëri të lirë etnike, si edhe për çlirimin e Kosovës nga shtypja e tirania e Serbisë. Sot balli kombëtar ka mundur të përkujtojë dhe të nderojë sadopak disa nga personalitetet, luftrat dhe ngjarjet që përkufizojnë ballin kombëtar, që është partia më e martirizuar për idealin e vëllazërimit dhe bashkimit kombëtar.
Një parim shumë i rëndësishëm që ka themeluar Balli Kombëtar është që Balli Kombëtar të vihet plotësisht në shërbim të Shqipërisë, të bëhet një shërbestar i adheut dhe kombit, dhe jo të shihet Shqipëria në shërbim të Ballit Kombëtar. Ishte shumë e vështirë rruga që përcaktoi Balli Kombëtar, por i doli për zot. Shumë kujt i dukej luftë pa shpresë, por vetëm shpirti i madh i Ballit Kombëtar mund t'i tamposhte dyshimin dhe tha se Shqipëria me do e mos do të bëhet, se duam ne që të bëhet, liria, demokracia, pavarësia, me do e mos do të vi, se duam ne që të vi. Bashkimi, me do e mos, do të bëhet, se tham ne që të bëhet, dhe u bë pavarësia e Kosovës është një proces i bashkimit për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen. Është një rizgjim i ndjenjës kombëtare. Sot është epoka e idealit të shqiptarëve. Balli Kombëtar nuk ka ndryshuar kurrë. Ai ka qëndruar besnik parimeve të shenjta të tij, për bashkim kombëtar e vllazërimit shqiptarësh. Balli Kombëtar në statutin e tij është më se aktual edhe sot. Koha na dha të drejtë, por qëllimi i tij është një udhërrëfyes i natyrshëm i çdo shqiptari drejt origjinës së tij dhe mbrojtjes së saj, njohjes dhe nderimit të rrënjëve të kombit shqiptar. Detyrat e Partisë së Ballit Kombëtar Shqiptar dhe çdo shqiptari në trojet etnikisht shqiptare në të ardhmen. Në programin e statutit të partisë në nenin 2 thuhet: Partia e Ballit Kombëtar Shqiptar i ngarkon vetes këto detyra. Lufton për të krijuar kushtet e bashkimit shpirtëror dhe politik të popullit shqiptar, për lartësimin ekonomik dhe kulturor të tij dhe për barazinë e të drejtat e njeriut. Ajo kërkon të forcojë ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve dhe të hedhë bazat e një morali politik kombëtar. Ajo ndihmon për ndriçimin e opinionit shoqëror mbarkombëtar rreth problemeve të ndryshme politike, ekonomike dhe kulturore. Kërkon të ngrejë lart shkallën e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe shkencor të popullit shqiptar. Përpiqet për rritjen e rolit politik, shoqëror dhe kulturor të anëtarëve të saj në jetën e vendit tonë. Ndihmon për forcimin dhe përsosmërinë e bazës ligjore të shtetit shqiptar, forcimin e institucioneve, për begatinë e vendit dhe përmirësimin e kushteve lëndore e kulturore të popullit tonë. Mbron idealin e një drejtësie shoqërore, lufton për një shtet shqiptar të lirë brenda kufijve etnik të tij. Balli Kombëtar në misionin e tij ka plotësimin e amanetit të Mitat Frashërit, Shqipërinë etnike, ashtu siç ka kthimin e historisë në shtratin e plot kombëtar, nderimin e të gjithë dëshmorëve që ranë për flamur, për lirinë e kombit, t'ju kthejmë dinjitetin atyre që u mor jeta nga vllavrasja komuniste, të zbardhim të vërtetën dhe nderimin e kontributin e çdo shqiptari, që patën vetëm një qëllim. Shqipëria do të jetë për jetën e shqiptarëve, një Shqipëri e vllazëruar, një Shqipëri e bashkuar në kufijtë e saj etnik, ashtu siç e ëndërronte ati i Shqipërisë etnike, shërbestari i saj Mitat Abdyl Frashëri. Koha vërtetoi atë që ka thënë Balli Kombëtar dhe sot po realizohet pik për pik programi i tij. Sot po nderohen dhe vlerësohen personalitetet e tij. Ata po zënë vendin e duhur në historinë e kombit shqiptar. Gjithmonë Balli Kombëtar i ka qëndruar besnik kombit shqiptar. Sot e gjithë klasa politike po flet dhe po vepron në shtratin e plot të Ballit Kombëtar dhe me të janë rreshtuar atletarët e vërtet. Ja si shprehet edhe futbollisti i shquar dhe kapiteni i kombëtares shqiptare Lorik Cana, i cili ka shprehur me krenari para mbar botës dhe ka shfaqur atë që ka shkruar në trupin e tij, shqiponjën 2 krenore dhe përkatësinë e tij ballist, pra shqiptar. Dua t'i përshëndes përzemërsisht dhe nëse deri tani historia nuk e ka njohur Ballit meritën e tij, jam i sigurt që në të ardhmen do ta rigjë vendin e tij të duar në historinë e vendit tonë. Është të vërtet që nuk më ka desh që të mendoj shumë për t'i shfaqur bindjet e mia dhe opinionin tim dhe ideja se si unë dhe në mënyrë se si familja ime më ka edukuar, më ka rritur. Sigurisht që për ta ditur vlerat e Ballit, për vlerat e shqiptarit, përgjithësi duhet ta njohësh historinë. Dhe pse kam marrë iniciativën që unë në degën e sportit t'i tregoj ideat e mia, thjesht historia është ajo që edhe nga kaluara e ndërton një prezent dhe ndërton një të ardhme të fortë dhe me baza. Unë jam munduar ta bëj këtë gjë sepse Balli Kombëtar sigurisht e mban emrin nga balli ata që i dalin armikut i përballë nga çdo rreziku që e cënon interesin e popullit tonë. Kështu që problemi tim pavarësisht në të kaluar që nga koha antikitetit, që nga koha e mesjetës, që nga koha rilindjes, luftës parë,
të mëdhajt tanë që kanë dhënë jetën për këtë vend kanë qenë gjithë ballistë. Dhe ata që kanë luftuar, dhe ata që kanë luftuar ndoshta me bindje tjera me të njëjtën atë dashuri për vendin tonë, sepse unë nuk dua të bëj. Unë kur e përfasoj me ekipin tim, jo vetëm unë, po çdo lojtar i ekipit kombëtar, qoftë nga Kosova, nga Maqedonia, se pavarësisht bindjet e tij politike, është i majt, është i djathtë. Një njeri, një shqiptar që është adhetar dhe e don mirën në atë vend, pavarësisht bindjeve të tij politike, është një ballist. Dhe mesazhin që e ka dhënë gjithmonë balli, një mesazh të vllazërimit dhe një mesazh që shqiptarët gjithë bashkë mund të bëhen të fortë dhe të pathyeshëm për gjithmonë. Faleminderit. Kjo është rruga që duhet të ndjekin të gjithë shqiptarët. Thirrje. Shqiptarë na besoni se asnjëherë nuk ju kemi gënjur. Ju kemi thënë gjithmonë të vërtetën dhe të drejtën. Ne besojmë verbërisht se vuajtja dhe peripecitë e këtyre 100 vjetëve i kanë dhënë popullit tonë një kuptim dhe një vetdije politike që nuk e ka patur ndonjëherë. Ne kemi bindjen se në të ardhmen do të dini të përqendroheni rreth interesave kombëtare, do të dini të veproni si një organizim i lidhur për të marrë në dorë fatet e kombit shqiptar. Shqiptarët nuk duhet të presin se kush do t'ju bëjë bashkimin, nga ai ose nga ky. Bashkimin duhet ta gjejnë në vetveten e tyre, në pjekurinë e tyre politike. Shqiptar, duhet i peshoni mirë interesat tuaja kombëtare dhe të bashkoheni në ato interesa kombëtare, dhe jo me fjalë, po me punë. Jo me gënjeshtrat politikës trashëguese të Partisë Komuniste, sot Partia Socialiste. Largohuni prej këtyre klikave që nuk i kanë dashur të mirën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Largohuni prej atyre që duan t'ju mbajnë të ndarë në krahina. Largohuni prej sharlatanëve, bijve të komunistëve të djeshëm, prej atyre që kanë politikën mjet të jetesës, mjet të tregtisë. Shqiptar, duhet të kuptoni interesat e Shqipërisë dhe të përqendroheni rreth tyre. Bashkimi kombëtar bëhet vetëm duke u mbështetur vetëm dhe vetëm në interesat tona kombëtare. Balli kombëtar, gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë, rroft Shqipëria etnike.